Shikues nderuar, ju përshëndesim, rikthyer sërish në TikTok, ku do ndalim ditën e sotme tek ajo çka po ndodh tashmë në lindjen e mesme, ku është raportuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë përgatitur një plan për një valë të shkurtër dhe të fuqishme sulmesh kundër Iranit për të thyer kështu bllokimin në negociata. Dhe pikërisht për diskutuar me këto zhvillime kam të ftuar ditën e sotme Roel Domi. Roel, përshëndes, kënaqësi. Atëherë, Roel, sa i përket edhe këtyre raportimeve të fundit që janë bërë pra ku SBA ndoshta po përgatit një plan për një valë të fuqishme sulmesh kundër Iranit, ashtu si thash për të thyer këtu edhe bllokimin negociata, si e shet gjithë dhe sa reale mund të jetë? Planet Paris kur hartohen vetëm të parë në praktikë sa reale janë e pasurisë, por patjetër që mendoj që është një mënyrë për ta për negociatat aty ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës duan, ka një plan real, sepse një pranë ekonomia botërore po ka impakt, po merr dëme nga mbyllja e ngushtë të Hormuzit dhe nga bllokadat fare, duke qenë që kemi mësuar paktën nga Agencia Ndërkombëtare e Energjisë, por edhe nga autoritetet evropiane, për shembull që Bashkimi Evropian ose Vendet e Bashkimit Evropian mund të kenë probleme të tekstuara me ofertën e karburantit të avionëve. Ka sigurisht lidhet të drejtë me atë që po ndodh në Iran dhe në Hormuz. Nga ana tjetër, dim po ashtu që në djeshme Emiratet e Bashkuara Arabe kanë lënë OPEC-un, që është organizata më e madhe e vendeve eksportuese të naftës, sigurisht është një mekanizëm strategjik i vendosur të shpijeve të naftës, ku ka një depozit mbi ofertën e naftës, sepse kërkesat ata nuk e kontrollojnë automatikisht. Dhe sigurisht që edhe në ndërtimin ndërkombëtar të naftës, dhe padyshim që ne dim konceptin e $4 për gjë që tek këto transaksionet të naftës bëhen me rezervën globale të monedës, që është dollari amerikan. Dhe nga ana tjetër, kjo largimi i Emirateve të Bashkuara Arabe, që tregon që tani këto vende kanë pasiguri, pra Emiratet mendojnë që do të pasë shumë para nga tregtia e naftës, për shkak të mbylljes së fuqisë së Hormuzit, dhe mendojnë që të prodhuar më shumë, dhe duke gjetur mënyra alternative për ta shitur atë naftë, dhe shmangën fuqisën e Hormuzit, duke i bërë një bypass të Hormuzit, dhe kanë mundësi të mbulojnë humbjet e tyre. Në kuadër, presidenti Trump po e merr mesazhin që duhet që Irani të bëjë më shumë presion në mënyrë që negociatat të shkojnë aty ku duhet, drejt një përfundimi të luftës. Çështja nuk është a do sjellin negociatat mbylljes së luftës, por çështja për palë amerikanë është a do sjellin negociatat mbylljes së luftës me Amerikën fituese, pra me të mbushje të kërkesave të amerikanëve. Dhe kjo është arsyeja pse i kanë ndërë negociatat në fundit. Roel, por nëse do të goditen dhe objektivat civile, a rrezikon këtu ndoshta SBA të humbas legjitimitetin ndërkombëtar, por edhe të hap ndoshta një precedent të rrezikshëm? Jo, nuk mendoj që këto vite objektive që vinë në Iran gjithmonë duke supozuar që kjo parashikohet nga Irani të kohës, dhe ka quhet vështirë që kabineti amerikan Departamenti i luftës të hartojë një plan ku parashikohet e bardha ndërmjet politika e objektivave civile të Iranit, sigurisht që ajo që nuk bëhet edhe në aspektin e ndërkombëtar, edhe amerikanët apo në përgjithësi paktën e vjetër të ndjekin ndërkombëtar dhe nuk mund ta shpojnë dot të vjetër të gjë. Pra e supozojmë gjithmonë që do ketë objektiva e ndërtuar objektive civile, por edhe si kur realisht kjo të ndodhë, mendoj që do të ketë probleme të legitimitetit, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës kemi përndojë për vite kanë një koncept të tillë, dhe nuk është se varet legitimiteti amerikan në Shqipëri, për shembull, Bosnjë, nga vëzhgimtaria amerikane në Iran, dhe kuptohet që ka një rënje të popularitetit të Amerikës në botë, ka një rënje të popularitetit të Amerikës në vendin e mesme. Kjo për një tërë arsye është duke përfshirë luftën në vendin e mesme, por duke përfshirë edhe faktin që ka një rritje të fuqisë të përgjithshme të jugut global, të BRICS-it, dhe të idesë që ti mund të njësosh kapitalizmin dhe despotizmin dhe të kesh një produkt të po aq mirë sa
fuqimi son kapitalistë me demokracinë, për shembull, se bashkuar Amerikës dhe bashkimi evropian, po pasur ka probleme që kanë demokracitë pra. Kjo është në farë mënyrë ajo elevator pitch ose ajo çfarë dritë në çet botës. Të kuadër amerikanët kanë marrë dëme reputacionale, aq sa kanë mundur, dhe nuk mendoj që poziciave që civil në Iran do të shtojë amerikanëve në një dëm ekstra që ata nuk e kanë marrë në aspektin e reputacionit botëror. Mirë, Ruel, nga ana tjetër, cili është sinjali që i jep kjo Rusisë edhe Kinës, pra po rështohen fuqitë e mëdha tashmë drejt një përblasje më të gjerë nëse do të kemi këtë plan të organizuar nga ana e SBA-s? Po, Rusia patjetër ka atë rolin e vet në gjithë situatë dhe unë kam qenë i bindes dhe duhet jemi bindes që Rusia në një farë mënyrë e ka mbyllur atë punën e vet me lidhjen e mesme me rënien e Bashar al-Assadit. Kemi parë informacione të qarkullojnë që Rusia në fakt po mbështet Iranin në identifikimin e objektivave amerikan. Dhe nga ana tjetër ka edhe një plan, ose ka teza që po qarkullojnë online në raport me çdo ndodh nëse Irani i jep uraniumin e tyre amerikanëve dhe flitet që mund ta marrë edhe Rusia. Pra, në rast se për shembull iranianët pranojnë të rihapin ngushticën e Hormuzit, por nuk pranojnë të japin amerikanëve uraniumin që ata e përdorin për ta pasuruar dhe për të bërë armë bërthamore, këtë uranium mund ta marrë Rusia në mënyrë që edhe Irani të dali në një farë mënyrë i kënaqur, mos të dali si kapitulluar, pra që i kanë dhënë amerikanëve 2 gjëra në vend se të japin një. Kështu që tu është roli i Rusisë, por dhe në fakt dje po dëgjoj edhe deklaratë të Putinit që kishte thënë që ne mund të asistojmë SBA-n, ai ka thënë disa herë që mund të asistojmë SBA-n në mbylljen e luftës së Iranit dhe kundër deklaratat e presidentit Trump kanë qenë që atëherë të paktën jo tani më, por atëherë që nuk ka nevojë që ti të ndërhysh për të ndalur konfliktin e Iran, ti mjafton të mbyllësh luftën në Ukrainë. Kjo sepse administrata Trump e ka objektiv të gjë, vetë presidenti Trump e ka thënë edhe në fushat elektorale që unë do mbyll luftën në Ukrainë në një kohë shumë të shkurtër, kjo nuk ka ndodhur dhe sigurisht që është një prej konflikteve që duhet mbyllur dhe Rusia duhet bëjë atë gjë në vend se të kërkojë të asistojë amerikanët në luftën në Iran, por ajo çfarë ne shohim më grisela është një rikonfigurim i aleancave botërore ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës shohin Kinën si rrezikun më të madh dhe Rusinë e mbajnë më afër. Dhe kjo shihet në lidhjen e mesme me këto flirtimet që Rusia e bën me Amerikën dhe një herëzi me Iranin, ndikoh kur në rast se do ishim në rendin e vjetër botror, në rendin liberal, do ishte e qartë që Rusia do ishte pozicionuar pranë Iranit. Se ne flasim për BRICS-in, por në fakt është Irani dhe Kina, më shumë se që është Irani dhe Rusia në një aleancë tani. Kështu që Rusia është e hequr nga lidhja mesme, kërkon ndoshta të lejojë Amerikën të bëjë atë çfarë don Iran me idenë se Amerika do të jap mbrapsh atë fitoren në Ukrainë dhe sigurisht që nga ana tjetër konflikti real i Shtetit Bashkuar të Amerikës është me Kinën, nuk është me Rusinë, si mënyra si e shoh unë të paktën. Në fakt, Ruel, ka pasur një bisedë mes Donald Trump dhe presidentit rus Vladimir Putin. Mendon se po krijohet tashmë ndoshta një boshë i rinegociues mes Donald Trump dhe Vladimir Putin ndoshta për të rishikuar të gjitha balancat globale të sigurisë? Po kjo po ndodh, patjetër. Unë mendoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusia janë në të njëjtin krah të këtij rendi të ri botror, siç në këtë krah të rendit të ri botror janë dhe vendet e Evropës qendrore. Ato që quhen vendet e Visegradit, pra Polonia, Çekia, Hungaria dhe Slovakia. Dhe madje unë kam shkruar edhe në rrjetet e mia sociale, por po e përmend këtu që ka një propozim të kryeministit të ri hungares Peter Magyar që grupi i Visegradit, që janë këto 4 vende që unë përmenda, të bashkohen me paktin Slatkov, i cili është një pakt i ngjashëm midis Çekisë, Austrisë dhe Slovakisë, kjo për ta bërë Austrinë pjesë të kësaj aleancës Evropës qendrore dhe kjo aleancë e Evropës qendrore do ketë marrëdhënie dhe aleancë të drejtë për drejtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Rusinë, ndërkohë që në krahun tjetër ti ke Bashkimin Evropian, ke Kinën, ke edhe një sër vende që janë satelite të Kinës. Kështu që Rusia, ndryshim nga Kina, nuk do dominancë globale, do dominancë vetëm të hemisferës vet aty,
Dhe në këtë kuadër e ka më kollaj të bëjë një marrëveshje me Amerikën për të dalë fituar në Ukrainë, për të mbajtur një farë hegemonie mbi Evropën lindore, sesa të kërkojë një ndërrim total të hegemonit global duke asistuar Kinën. Se rrezikshme është ideja Ruel që Rusia të përfshihet në menaxhimin e uraniumit të Iranit? Mendoj që është e rrezikshme sepse Rusia është vendi me atë stockpile-in ose me arsenalin më të madh të armëve bërthamore në botë. Do të thotë Rusia nuk ka ngjerur ke uraniumi i Iranit për të bërë armë bërthamore, se Rusia ka kapacitetet e veta të bëjë armë bërthamore dhe ka më shumë armë bërthamore sa çdo vend tjetër, pra ka numrin më të madh të testatave bërthamore, edhe më shumë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pavarësisht se shumë analistë të teknologjisë janë të bindjes që Rusia në fakt ka armët bërthamore, ka më shumë armë bërthamore, por Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë armë bërthamore më të forta. Nuk mendoj që është rrezik kjo, nuk është rrezik konkret. E qartë, por nëse Rusia do të hynte si garant për uraniumin iranian, Ruel, mendon se do psohet këtu edhe roli i Perëndimit në të gjithë të proces? Nuk mendoj që do psohet roli i Perëndimit sepse së pari një herë kjo nuk është një luftë e Perëndimit. Kjo është një luftë e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Izraelit. Kemi parë qartësisht që vendet e Bashkimit Evropian janë të tërhequr nga kjo luftë, pra nuk kanë dashur të bëhen pjesë e këtij konflikti. Së dyti, Perëndimi ka fatkeqësisht ka një ndarje, ka një ndasi aleance euroatlantike. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk shkojnë mirë aktualisht me vendet e Bashkimit Evropian. Kjo është arsye pse për shembull ishte King Charles i cili adresoi Kongresin Amerikan dhe nuk ishte Keir Starmer, që është kryeministri i Britanisë së Madhe. Kjo është arsyeja për shembull pse kancelari gjerman në Merz para 2-3 ditësh tha që amerikanët po turprohen në luftën e Iranit, pra ka një përçarje të thellë. Kështu që nuk flasim dot për një perëndim të bashkuar. Këtu flasim për interesa amerikane, interesat e Izraelit, interesat të aleatëve amerikanë në lidhjen e mesme dhe interesat të Amerikës në kuadër të këtij rendi të ri botëror që ka analistë që thonë ka filluar, ka analistë që thonë do fillojë, ka analistë që thonë nuk jemi në atë rend, thjesht po orvatemi në disa module të tjera të këtij rendit ku jemi aktualisht në rendit liberal etj. Domethënë në rast se Rusia bëhet pjesë e gjithsaj marrëveshje, nuk humbet asgjë Amerika, sepse Rusia ka dalë nga linja e mesme. Regjimi i fundit që mund të konsiderojë për Rus Irani është drejtërënies. Regjimi më prorus që ishte ai Bashar al-Assadit në Siri, ai u tërhoq, pra u hoq Bashar al-Assadit, Assadi vajti në Rusi dhe e vetmja gjë që Rusia kërkon të bëjë tani është të bëjë sikur asiston Amerikën në luftën kundër Iranit në mënyrë që të marrë një marrëveshje të mirë në Ukrainë, ose të mbush mendjen e amerikanëve që lufta në Ukrainë duhet të vazhdojë derisa Rusia të fitojë totalisht. Kështu e shohim situatën. Por a mund të besohet realisht Vladimir Putin si ndërmjetës, pra kur vetë është palë një konflikti siç është ajo e Ukrainës? Jo, unë thash që në kryet herë se nuk mund të besohet Putin si një ndërmjetës, sepse presidenti Putin ka interesat e veta që nuk janë në përputhje me interesat amerikane. Tani edhe kjo ha pak debat sepse varet si ne i përkufizojmë interesat amerikane. Pra gjithmonë deri së fundit, deri me ardhmën e administratës Trump, interesat amerikane përkufizoheshin nga ajo lentja liberale. Do me thënë të drejtat e njerëzit, përhapja e demokracisë etj. Ndërkohë që administrata Trump po e çon atë kursin e politikës jashtme amerikane në një rrugë tjetër, ka bërë një ndrim kursie, që tani po sheh më shumë interesat energjetike të Amerikës, u pa edhe në fakt me projektin e ri $6 miliardë që sjell gazin LNG, pra gazin natyror likuid ose të ujshëm amerikan, liquefied natural gas, e sjell nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëpërmjet Greqisë, e çon në Vlorë dhe pastaj ajo përhapet në gjithë vendet e Ballkanit, në Kroaci dhe në Bosnjë. Pra administrata aktuale po sheh energjinë, po sheh ekonominë, po sheh ushtrinë më shumë se sa këtë boshtin e vlerave që kanë para administratat e kaluara. Kështu që në rast se ne përkufizojmë politikën amerikane me lente liberale, Rusia nuk është një aleat i besueshëm. Në rast se ne përkufizojmë interesin amerikan me lenten trumpiane, me lenten sovraniste, me lenten rajonaliste, me lenten e këtij rendi të ri botëror, sigurisht që unë mendoj që është interesi amerikan që Rusia të përfshihet.
E qartë. Por e gjithë kjo situatë, Roel, çfarë mesazhi i jep edhe aleatëve europian, pra janë ata jashtë loje në vendimarrjen globale? Janë jashtë lojë në vendimarrjen globale, po, vetëm rol që Bashkimi Evropian ka është në luftën në Ukrainë, sepse vendet e mëdha të Bashkimit Evropian, Gjermania dhe Franca, e financojnë luftën në Ukrainë. Pra janë vendet që mbështesin ushtrinë ukrainase në mendojnë kazën shumë legjitime që ka për të mbrojtur nga Rusia, sepse ka qenë një pushtim i paligjshëm, pushtimi rus i 24 shkurtit 2022, por të mos folur pastaj për faktin që në vitin 2014 Rusia aneksoi Krimen duke përdorur ushtri paramilitare, mbajti një referendum referendum në tytën e armëve, praktikisht edhe vodhi dhe vota gjatë referendumit dhe aneksoi Krimen. Pra, Bashkimi Evropian ka përfshirë vetëm këtu, por Bashkimi Evropian ka shumë pak influencë në lidhjen e mesme, ka një influencë shumë të vogël të reduktuar dhe për shkak të faktit që ata lanë kolonitë në Afrikë, ka shumë pak influencë në Azi, ka një marrëveshje ekonomike midis Bashkimit Evropian dhe Kinës, por nuk ka një ndikim real, ka pak thuajse as pak ndikim në hemisferën perëndimore, mund të përmendim ato që quhen British Overseas Territories, pra territoret britanike që janë jashtë Britanisë së Madhe, për shembull unë kam edhe po ndaj edhe këtë se çai hedh në rrjetet sociale i përmend këtu për t'ia kujtuar dhe publikut. Ka pas një email nga Pentagoni amerikan, një email që ka dalë së fundmi ku flitet që Shtetet Bashkuara të Amerikës për shembull mund të kenë një ndryshim qëndrimi në raport me çështjen e ishujve Falkland ose ishujve Malvine, siç i quajnë argjentinasit, me cilën për cilat Britania e Madhe dhe Argentina kanë vajtur në luftë në vitin 1982. Dhe ishujt Falkland janë në hemisferën perëndimore, që sipas doktrinës Monroe ose Monroe duhet të jenë në dominancën amerikane. Në fakt ato janë në dominancën britanike aktualisht, sepse janë pjesë të Britanisë së Madhe. Argentina e njeh me emrin Malvine dhe i quhen pjesë të territorit vet, pra është një konflikt që ka vite midis Argentinës edhe Britanisë së Madhe për këtë gjë. Mirë po për herë të parë administrata Trump po thotë që shiko, këta britanikët ne nuk na ndihmuan në këtë luftën ndaj Iranit, dhe me që kanë këtë ishull në hemisferën tonë, atëherë ndoshta bëjmë mirë që ta njohim të gjën si pjesë e Argentinës, duke ditë që të marrëdhëniet me Javier Milei, që është kryeministri aktual, presidenti aktual i Argentinës, dhe me Argentinën ne kemi shumë të mira. Ajo çfarë dua të them, Grisela, është kjo, që edhe në Amerikën Latine ka një rënje të influencës evropiane. Dhe ky rasti për ishujt Falkland, nga ky emaili që ka dalë nga Pentagoni, të tregon që ka një përçarje të aleancës euroatlantike. Për shkak të arsyeve që mund të diskutojmë, janë të dyja palët që kanë fajtë të tyre, patjetër, edhe Amerika dhe vendet e Bashkimit Evropian, por edhe gjëja fundit dua të them, shiko pak ndasinë në qëndrime që ka NATO me vendet e Bashkimit Evropian. Mark Rutte erdhi në Washington DC, mbajti një fjalim ke Instituti Ronald Reagan, takoi presidentin Trump e tjerë, dhe sigurisht e mori me lavde. Pra Amerika është zemra e NATO-s e tjera për gjëra të tilla, dhe Amerika nuk duhet të largohet nga NATO dhe ka bërë shumë mirë. Nga ana tjetër, para pak kohësh, presidenti Macron i Francës doli dhe tha që Evropa nuk ka përballë vetëm Kinën dhe Rusinë, tha, por ka përballë dhe Amerikën, duke sinjalizuar nisjen e një rendi të ri multipolar ku kemi 4 pole, pra SBA, Rusi, Kinë dhe Bashkimi Evropian, ose ne i quajmë gjithmonë Bashkimin Evropian një pol, dhe duke praktikisht pranuar një divorc midis Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Qartë. Roel, por në fakt se i përket edhe negociatave pra midis të dyja vendeve, mendon se nëse kemi një dështim të negociatave, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një tjetër plan B dhe nga ana tjetër të gjithë rolin e Pakistanit, si e ke parë? Pakistani ka një rol shumë të rëndësishëm sepse është vend mediator, pra është vend që qëndron në mes të SBA-ve dhe Iranit. Unë kam përmendur një studio tjetër në fakt që më ka bërë gjithmonë abi zgjedhja e Pakistanit si vend, sepse Pakistani ka një marrëveshje të tipit të NATO-s, pra të mbrojtjes së përbashkët, me Arabinë Saudite. Me Arabinë Saudite që është rivali kryesor i Iranit në atë zonë. Pra, më gjithmonë më ka bërë abi që iranianët kanë pranuar Pakistanin, e megjithatë, Pakistani ka luajtur një rol të rëndësishëm. Të tregon edhe për të rikthyer për këtë pyetje e kaluar që bëre, se mendoj që është pyetje shumë e drejtë. Dikur për shembull, edhe ne e dimë dhe si shqiptar, në konferencën e Londrës vitin 1913, ishim fuqi kur thonim fuqi të mëdha, kishim në mendje evropianët. Sot
fuqitë e mëdha si janë evropianët, pra domethënë Pakistani, Egjipti dhe Turqia janë marrë me negociatat midis dy fuqive, SBA-s edhe Irani, që tregon po prap faktin që Evropa ka humbur relevancë, pra dikur marrëveshjet bëhen në Berlin edhe në Bruksel edhe në Londër, sot bëhen në Islamabad, në Pakistan, pra të tregon që dhe bota ka ndryshuar. Megjithatë, Pakistani ka një rol shumë të rëndësishëm. Një kjo. Tjetra gjë pastaj në raport me kur mbyllet lufta. Plani bësh i tillë, edhe mbajmë mend këtë gjë dhe diskutojmë prap mbas zgjedhjeve të mesmandatit. Në rast se lufta nuk mbyllet para zgjedhjeve të mesmandatit, mbas zgjedhjeve të mesmandatit, cili do qoftë rezultati, me shumë gjasa fitojnë demokratët, por cili do qoftë rezultati, presidenti Trump nuk ka më asnjë lloj incentive që të mos t'i çojë trupat në Iran, sepse e mbyll mandatin në 2028 dhe në 20 janar të vitit 2029 ka një president të ri Amerika. Dhe çon trupa në Iran, çon boots on the ground për të rrëzuar regjimin dhe për ta fituar luftën, sepse është kuptuar tani më që me bombardime lufta nuk fitohet, me negociata lufta nuk po fitohet, me blokad, un kam një miku tim ekspert që s'ka përmendur emrin se sa kanë përmendur, nuk se ka marrë lejen, ai më ka thënë që për 13 ditë blokad Irani kapitullon, nuk e besoj këtë gjë. Ajo çfarë ngjelet është boots on the ground, çizme në terren. Qartë. Kjo nuk bëhet para zgjedhjeve të mesmandatit, sepse i bie që Trumpi t'i humbi zgjedhjet me rokad nëse bën këtë gjë dhe pritet të mbarojnë zgjedhjet mes mandatit dhe atë 1 vit e gjys 2 vite mandat që ka ta kalojnë një luftë me Iranin, tani më një luftë me trupa amerikane në terren. Kjo gjithmonë në rast se nuk ka një marrëveshje afatgjat paqe përpara zgjedhjeve mes mandatit. E qartë. Mirë, Roel, për ta mbyllur ndërkaq, do doja ta mbylloja me çështjen pra me atë që ndodhi në shtëpinë e Bardh, ku pati të shtona pra një atentat i supozuar ndaj presidentit të SBA-s Donald Trump. Çfarë ka ndodhur realisht, Roel? Ajo që ka ndodhur realisht është ajo çfarë është raportuar media, sepse gjithmonë kur pyesim çfarë ka ndodhur realisht, gjithmonë kemi në mendje ndonjë teori konspirative nga ata që kanë bindje se globalistët na montojnë kështu qipa në formë hardhuce dhe këto qipat kanë karta memorie dhe karta memorjes ja çon globalistëve çka kemi ne në mendje. Ajo çfarë ka ndodhur është ajo që ne kemi parë nga mediat që një njeri i ekstremizuar me ideologjinë e të majtës ekstreme në një vend ku ka akses shumë kollaj ka armët, që unë kur kam qenë në Amerikë di mbaj mend vetë që edhe në Walmart, që ishte supermarket shiteshin armë. Do të ka akses shumë kollaj ka armët, në një vend ku ti ke një ekstremitet të madh politik, ke edhe armë që janë sheshë, sigurisht që dikush do marrë edhe do kërkoj të godasë figura të tilla, si presidenti Trump, sigurisht që nuk është një ngjarje që ne nuk e kemi parë më parë, sepse në 14 korrik të vitit 2024, gjatë fushatës elektorale të presidencialeve të atij viti, për punë në milimetrash, presidenti Trump i shpëtoi një atentati me plumb në kokë, që mund t'i kishte marrë dhe jetën nga një atentator me emrin Thomas Crooks, edhe ai i radikalizuar. Po ashtu ka pasur atentat tjetër në Mar-a-Lago etj. Dhe të mos harrojmë dhe faktin që asasinimet e presidentëve janë një gjë që nuk ndodhin për herë të parë në Amerikë. Domethënë janë vrarë 4 presidentë. James Garfield, William McKinley, Abraham Lincoln dhe John Kennedy. 4 presidentë të vrarë në Amerikë. Dhe 3 presidentë ndaj të cilëve janë bërë atentate. Theodore Roosevelt, atentat jo me sukses, Ronald Reagan, atentat jo me sukses dhe Donald Trump, 2 atentate po prap jo me sukses. Pra, ka një krim polarizimi në SBA, ka akses të kollajt ka armët, ka një histori që mund të frymëzojë atentatorët të arshëm sepse janë vrarë presidentë më përpara, po ti bashkosh këto 3 elemente së bashku, futet edhe faktin që ka qenë një datë e rëndësishme, pra ka qenë White House Correspondents' Dinner, darka e shtëpisë bardhë me korrespondentët që bëhet çdo vit dhe Trumpi po merrte pjesë për herë të parë në fakt si president, sepse ka refuzuar të marrë pjesë në mandatin e tij të parë ose gjatë vitit të parë në mandatin e tij të dytë. Po ti marrësh këto 4 faktorë së bashku, sigurisht që është thjesht e shpjegueshme që dikush kërkon fatkeqësisht të bëhet që bëri. E qartë. Mirë, Roel, kemi arritur në fund. Falenderoj për çdo informacion. Ishte kënaqësi. Kënaqësi për mua, faleminderit. Mirë, shikues nderuar, kemi arritur në fund të kësaj pjese të parë, kthehemi pas pak në pjesën e dytë për të ndalur te Kosova dhe Serbia.